Fshati Lez, me banorët e tij që gjithmonë shqueshin për mikpritje, ndershmëri, trimëri e atë dhe dashuri, nuk ka gjallëri më përgjatë një qerek shekulli dhe i harruar nga historia e tij e lavdishme nga institucionet që u krijuan në liri, për të cilën lezianët dhanë jetën dhe gjithçka kishin. Para luftës, në këtë lokalitet, çdo dasmë ishte festë e të gjithë banorëve të këtij lokaliteti, si një familje pandashme në të mirë e në të keq. Ndërsa lezianët shqueshin për pehlivan të dalluar si Selajdini, Gjevati e më pas edhe Bekimi, Shahadini dhe të tjerë, të gjithë me një mbiemër Berisha. Por lufta për lirinë e Kosovës përkundër krenarisë së madhe të lezianëve solli edhe dhimbje dhe sfida të mëdha. Fshati pothuajse u shkatrua tërësisht nga granatimet e djegja e shtëpive. Ranë shumë dëshmorë dhe banorët nuk kishin mundësi më të rikthehen pas çlirimit në vatrat e tyre shekullore. Shkolla është ndërtuar në vitin 1952. Ka qenë me klasë të kombinume, kanë punuar 2 mësues. Veterani UÇK-s Kasam Berisha, i cili punonte mësues në shkollën e vendlindjes, la ditarin shkollor dhe filloi aktivitetin patriotik të kohës, tregon se si dëshmori, Selajdin Berisha me disa shok, pasi fillimisht ishte vendosur në shtëpinë e bashkëfshatarit Nuhi Berisha. Pas një kohe kishte gjetur stre edhe në shtëpinë e familjes së tij për të hapur celulat e para të organizimit të luftës nga ushtria çlirimtare e Kosovës për zonën e Vrinit në vitin 1998. Në këtë shtëpi, për herë të parë, është vendos Selajdin Berisha me Jusuf Berishën. Pra me radhjen e Gjevat Berishës në Burg, me 28 shkurt të vitit 1998, me që kanë qenë bashkëpunëtorë të Gjevat Berishës, me shokët e tij, Selajdini vendoset në fshatin Lez. Fillimisht është vendos në shtëpinë e Nuhi Berishës, pastaj kanë kaluar në shtëpinë time. Gradualisht, me kalimin e kohës, Selajdin Berisha ofron edhe shumë shokë të tjerë. Behim Berisha, Sami Berisha, Jusuf Berisha, pastaj Selajdinit i bashkangjitën edhe shokë të tjerë. Edhe kjo shtëpi fillon të jetë, nëse mund të quajë, një qerdhje e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si bazë e parë e themelimit të ushtrisë në zonën e Vrinit. Pastaj këtu vinë Gjevat Berisha, pas daljes së Burgut, Remzia Ademi, Shukri Çuni, Samet Berisha. Mirë po, këtyre ju bashkangjitën pothuajse çdo banor i fshatit Lez i bashkangjitet ushtrisë çlirimtare. Prej këtu pastaj fillon shpërndarja edhe formohet ushtria çlirimtare e Kosovës me shtabin në Jeshkov. Po, komandant Drini ka ardhur pas vrasjes së komandantit Remzi Ademi. Pas një kohë vjen edhe Bislim Zerapi, ai vjen për t'i caktuar pikat se ku do të qëndrojnë ushtria çlirimtare e Kosovës. Pra, prej këtu fillon shtrirja në këtë zonën e Vrinit. Bashkangjitet Zafir Berisha, po i ritheksoj edhe një herë, komandant Remzi Ademi, Shukri Çuni dhe Shukri. Sa i përket fshatit Lez, fshati Lez fillimisht i ka ushqyer me bukë. Gjersa është hap kuzhina e ushtrisë çlirimtare në fshatin Marsi e Vrinit. Pra çdo qytetar, çdo banor i fshatit Lez ka qenë pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por edhe banorë që kanë jetuar në Prizren nga fshati Lez janë bashkangjit Selajdin Berishës. Si shtëpi, ne e kemi lëshuar në marrëveshje
me vllaun tim Gjemali Berisha dhe me babën Nazim Berisha. Arrova ta ceki edhe një moment kur Seladin Berisha vjen les, më tregon që disa armë i kam të vendosura në shtëpinë e Ramadan Berishës. I marra unë ato armë dhe ja sjell Seladin Berishës pikërisht në këtë shtëpi, në këtë shtëpi. Fillimisht ka qenë në ilegalitet, derisa është përnda ushtria shërbimtare në tërë territorin e Vrinit. Më pas, në Lez është formuar njësiti i parë i UÇK-s, të cilit janë bashkuar edhe banorët tjerë të këtij lokaliteti, të cilët kishin migruar në Prizren, si dhe luftëtarë të lirisë nga zona tjera përreth. Pra, një fshat i tërë ishte bën në shërbim të çështjes kombëtare për çlirimin e vendit, pa kursyer asgjë nga vetja, ndërsa shtëpia e Nazim Berishës ishte shndruar në kazermë të luftës për liri. Si që dim të gjithë, me 1 shtator fillon lufta dhe bie shumë dëshmor. Kjo shtëpi, nëse mund ta përshkruaj, ka pas 4 dhoma. 2 dhoma poshtë, njëra dhomë ka qenë me oxhak, ku kemi ne si familje më herët, tradicionale, dhoma tjetër e tjetër. Mirë po, edhe dhoma tjetër poshtë ka qenë si kuzhinë e ushtrisë shërbimtare Kosovës të njësitit të fshatit Lez. Ndërsa 2 dhoma lart kanë fjetë ushtarët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, sepse Seladin Berisha është pengull në shtap dhe këtu kanë mbetur ushtarë. Dhoma lart është interesant, i ka pas 4 shqiponja në 4 qoshe të gdhendura me dorë nga një mjeshtër zyrtar i fshatit Bresar, që emri për momentin s'po më kujtohet. Ka qenë një shtëpi, ma mirë ta quaj kështu një kazermë ushtarëve të fshatit Lez dhe ushtarëve të ardhur të tjerë nga viset e tjera të Prizrenit. Po, si ndodhi dita e betejës së lavdishme së 1 shtatori të vitit 1998 në Lez, e cila për trimat e UÇK-s ishte si një ditë tasme. Dita e betejës ka qenë një ditë jashtëzakonisht e rëndë për fshatin Lez dhe për gjithë banorët. Mirë po, unë që mbajnë mend dhe që sa herë kemi biseduar me Salen, ne në fshat nuk do të kemi hy pa kalue mbi trupat tanë të vrarë. Dhe ashtu ka ndodhur. Pra kanë qëndruar gjerë në momentet e fundit, gjerë sa kanë pas municion. Ka qenë luftë e rëndë, lufta e ashpër me shumë të vrarë, por numerikisht ata kanë qenë shumë me mira, ndërsa ushtria shërbimtare e njësitit Lezit ka qenë me një numër të theksuar të ushtarëve. Nuk po i përmend me numër sepse ka pas lëvizje, nuk e dim saktësisht sa, por kanë qëndruar në mënyrë stoike pa e lëshuar pozitat gjerë në momentin e ramjes së shumë ushtarëve dëshmorë. Pasi ata hyrë, shtëpia ndizën edhe shumë shtëpi të tjera, por disa familjarë edhe merren si rob, që janë disa të Tyrbës edhe disa familjarë të tjerë. Një betejë e vështirë, por trimnia dhe guximi nuk ka munguar për lirinë e Kosovës. Shumë gjak i derdhur. Gjak i derdhur, sakrificë e madhe, por liria më në fund ka ardhur. Sepse ka qenë, po edhe vështirë ka qenë edhe organizimi, sepse shumica e familjeve kanë jetuar në kushte të rënda ekonomike. Dihet çfarë ka qenë në këtë kohë. Familjet kanë qenë, sepse Kosova ka qenë vazhdimisht e robruar. Popullata me gërbet, njerëzit të varfën. Jo në aspektin ekstrem të varfën, por varfënia ka ekzistuar. Mirë po, gjithçka është dhënë me atë çka ka pas, sepse vullneti, guximi ka qenë që gjithçka t'japim nga vetvetja, vetëm ta sjellim lirinë. Dhe më në fund, falë këtyre burrave, falë dëshmorëve,
falë të gjithë ushtrisë qëllimtare të Kosovës, sot ne e gëzojmë jetin. Përveç dëshmorëve, të plagosurve dhe civilëve të arrestuar, i tërë fshati gati u shkatrua tërësisht nga granatimet e shumta dhe djegja e shtëpive dhe shkollës së fshatit. Unë mund të jap dy sqarime. Shkolla vjetër, që është ndërtuar në vitin 1952 dhe shkolla që e quajmë na më e re, është ndërtuar në vitin 1974. Në këtë shkollë kanë punuar 4 mësimdhënës, sepse ka qenë me klasë prej një gjë në ciklitur gjë në klasën e 4. Këtu ka punuar mësuesi i parë, që mund ta quajmë mësuesi Asim Berisha. Tani edhe dëshmor. Ka punuar Ridvan Berisha, kam punuar unë edhe ka punuar një mësues i Ferizajt. Shefki Demiri. Unë këtu e kam pas shtëpinë shumë afër, kam punuar 6 vite, gjesa kam qenë fshat në Les, kam punuar 6 vite. Ka pas dikush 72 nxënës. Mirë po, pas luftës, pas i bie fshati Les, kjo shkollë ndizet nga forcat serbe dhe tash ka mbet vetëm si plato. Sepse ka qenë montazh. Po, montazh ka qenë edhe ka mbet vetëm një plato e shkollës që vrehet. Së bashku me shkollën janë ndjek edhe pothuajse 99% e shtëpive të fshatit Les. Përveç Tyrbës, edhe xhamis, edhe ajo shtëpi, të tjerat janë ndjek 99% nëse mund ta quaj kështu. Mirë po, ç'është karakteristike e fshatit edhe kësaj shkolle, ka qenë nxënësit shumë të mrekullueshëm, të urtë, sjellshëm, të edukuar, një karakteristikë që shumë rrallë mund ta përshkruajmë në për shumë vende të tjera, sepse kemi qenë një fshat i vogël si një familje. Në fund raportet kanë qenë të shkëlqyera brenda popullatës sonë. Me një mbiemër, të gjithë berisht, të gjithë të afërm, të gjithë të respektuar me njëri tjetrin. Pra kemi qenë, pothuajse një familje, dhe për atë arsye edhe ushtrisë janë bashkuar i gjithë fshatit. Nuk mund të thush që një familje nuk e ka pas një ushtar apo 2 bashkangjitur. Pra secila familje. Por, është e dhimbshme që sakrifica një fshati të tërë që kontribuoi për lirinë e Kosovës dhe i cili derdhi shumë gjak të bijeve të shtrenjtë të kombit, sikur nuk ka pasur histori të bujshme nga institucionet tona të dala nga lufta e lavdishme UÇK-s, pushtetet e pas luftës asnjëherë nuk kanë bërë mjaftueshëm për të shënuar historinë e Lezit. Veterani Kasam Berisha bën thirrje që institucionet tona të paktën t'i renovojnë simbolikisht shtëpitë dhe të vendosën tabela në shtëpitë ku u strehuan burrat e mëdhenj të kombit që më pas zonën e Vrinit e shpallën territor të lirë dhe bën organizimin ushtarak. Tash po kalojmë në një diçka që është shumë e rëndësishme. Edhe pse ka qenë baza e ushtrisë qëllimtare të Risitit të fshatit Les, ne në bashkëpunim me vllaun tim, i cili është edhe invalid i luftës, me Xhemal Yun, kemi biseduar dhe kemi dakorduar që këtë shtëpi t'ua falim komunës së Prizrenit, që t'jetë shtëpi në mbrojtjen e monumenteve historike, që t'jetë një shtëpi që tregon për historinë, për vlerat e luftës dhe brezat e ardhshëm le ta kuptojnë se edhe këtu ka ekzistuar një bazë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Tani mbetet të shohim që komuna ta merr përsipër dhe të bëjë diçka, ose të ndërtojë objektin siç ka qenë, ose të bëjë ndonjë plakat apo diçka që është e rëndësishme për brezat e rinj që vinë, sepse brezat e rinj nuk e dinë se çfarë ka ndodhur këtu. Por në momentin që ata shohin diçka, lexojnë diçka, atëherë e kuptojnë se vërtet edhe në këtë fshat pas ka ekzistuar ushtria qlirimtare e Kosovës dhe si fshat t'i përshkruhet një histori
sa do e shkurtër të jetë, por të jetë në një dokument zyrtar që të mos harrohet lavdia, trimëria dhe guximi jo vetëm i këtyre ushtarëve dhe dëshmorëve, po i gjithë fshatit, sepse gjithë kanë kontribuar për luftën e çlirimtare të Kosovës. Historia duhet shkruhet ashtu si ka qenë e kujtohet sa të ekzistojë njerëzimi, dhe Lezi meriton vëmendje më të madhe institucionale, sepse në dasmën e madhe të 1 shtatorit të vitit 1998 lirisë së Kosovës, ja fali trima që luftuan deri në fishekun e fundit që e kishin. Xhevat, Selajdin, Bekim, Shahadin, Alajdin, Nehat, Hasim, Shefqet, Naip, Aslan e Yzer Berisha si dhe Samidin, Emini e Ibrahim Osmanaj.